Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është paraqitur sot sërish në gjykatën e apelit të posaçëm për të njohur me vendimin e gjyqtarit Engert Pëllumbi mbi masën e sigurisë. Pas një seance maraton një ditë më parë, gjykata u tërhoqi dhe vendosi ta shtyjë vendimin për këtë të mërkurë, për shkak se avokatët kërkuan kohë që të njiheshin me provat e reja që u paraqiten nga SPAK. Veliaj kërkon shfuqizimin e masës së arrestit me burg dhe kalimin në një masë më të butë sigurie, pasi avokatët e tij thanë se nuk ekzistojnë kushtet që kryebashkiaku të prish provat dhe as të tentojë arratisjen nga vendi. Erion Veliaj dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në 9 raste, si dhe pastrim parash, duke shfrytzuar postin e tij si drejtues i bashkisë për t'i dhënë para nga fondet publike shoqatave të kontrolluara nga gruaja e tij Ajola Xoxa. Kjo e fundit e dyshuar për 3 vepra penale nuk e ka ankimuar masën e detyrimit të paraqitjes 2 herë në muaj. Nga seanca e dieshme të vetmit që përfunduan mbrojtjen ishin 4 biznesmenët e lënë në detyrim paraqitje. Ndërkohë, po sot në mëngjes në gjykatën e apelit të posaçëm mbërriti edhe Ajola Xoxa për shpalljen e vendimit për sekuestron e llogarive që shkalla e parë i ka vendosur, por seanca u shtyp për nesër, pasi avokati kërkoi kohë që të njihej me aktet hetimore.